Si e mendon për një trashëgimtar biologjik të zotit Berisha në krye të PD-s në 12 maj? Dakord jam edhe unë me Benin ka për të qenë shumë e vështirë, sepse në qoftë se do kishte futur vajzën, ta kishte bërë deputete, e tjera, edhe mund të. Megjithëse mua një njohës i mirë i politikës shqiptare më ka thënë një fjalë të mrekullueshme këtu e vite përpara. Ti harron një gjë, tha, Berisha është komunist, tha, nuk njeh dinasti, tha, s'ka për të lënë dinasti. Nejse. Bukur kjo. Tani unë mendoj që fakti që familja, dhe unë i kisha parashikuar këtë pavarësisht sepse u fol aq shumë sa mendoj që zonja Argita Maltezi do ishte ajo trashëgimtarja dhe në një farë mënyrë nuk kishte gjë të keqe, të paktën për pikë vështrimin tim. Në këto momente zonja Argita Berisha s'është fare në fushat, nuk është fare në fushat, nuk është fare impenjuar, nuk është fare në Shqipëri. Domethënë dhe kjo e bën që të konfirmoj atë që tha zoti Berisha që familja ime, fëmijët e mi nuk do jenë në politikë. Çfarë do ndodh nëse Partia Demokratike humbet dhe gjasat dhe projeksionet e sondazheve kështu janë? Beni ka pasur shumë raste që zoti Berisha duhet ikte, siç iku në 2013-ën. Por asnjëra ai nuk iku. Dhe mua më kujtohet kur zoti Pollo në vitin 2000 bëri atë partinë më vete dhe mori Bardhyl Pollo, një emër, një mik i vjetër imi që ka qenë dhe drejtor gazetar i njohur asaj kohe, ai ka ikur në Amerikë, ka gati 30 vjet, po i thot, "O Genci, çfarë bëni?" tha. "O, do bëj parti", tha Genci, tha, "do ta shpor Berishën, do ta bëj kështu." E ke llafin për Bardhyl Reson? Jo, Bardhyl Pollon, djali Xhaxhait Genc Pollos. Okej. Do thënë, një personaliteti asaj kohe dhe jeton në Amerikë akoma dhe i tha, "Shiko, tha, po ta them sot, i tha, ti bëj çfarë duash, i tha, po zoti Berisha tha, ikën, tha, vetëm tha kur ndodhi, tha, ajo mosha biologjike në kuptimin e vdekjes biologjike, tha, nuk ke shanse, i tha, ju mërzit ai atëherë." Dhe ashtu ndodhi kur sot Genc Pollo. Dhe unë jam i prirur të them Beni që ajo që ti ishte drejt, sepse e drejta kështu duhet të ishte madje. Nuk mund të funksionojë Partia Demokratike. Ata sot thonë që i vetmi që mund ta mblidhte ne zoti Berisha. E thonë vetëm këta, e thonë në studio në intervista. Por në 12 maj, unë prap Beni them që nuk e besoj që zoti Berisha thotë që shiko, unë humba zgjedhjet, unë po iki, vazhdoni, bëni çfarë doni dhe nuk e besoj këtë gjë. Sepse e kemi provën të qartë. Nuk ndryshon Beni. A thot sot zoti Berisha që në 4 vitet e ardhshme, që do të thot kur ti je mund 85 vjeç, kështu e thot Berisha sot. Atëherë edhe në krye të Partisë Demokratike thot në 4 vitet e ardhshme do bëjmë këtë, do rrëzojmë do rrëzojmë regjimin e Tiranës. Kështu që nuk e shikoj unë si një moment që thot të bindemi ne që zoti Berisha do ikë. Ka diçka Land që zoti Berisha me foltoren e shpiku veten. Në 12 maj nuk ka mundësi të shpiki veten në rast se Partia Demokratike do humbasi dhe nëse humbet me nivel të tillë ku nuk ka justifikim dhe me çfarë po shikojmë deri tani në zgjedhje, ka raste shumë minore problematike për zgjedhjet, po fushata po vazhdon kaq e qetë, kaq normale, sa ata nuk mund të thonë dot që ka blerje votash për një arsye të madhe që në zgjedhjet e kaluara dhe ju e mbani mend të mirë, denoncimet e Partisë Demokratike janë bërë që një muaj përpara. Tani nuk ka mjedis fare denoncime. Ata janë gati të bindur për fitore dhe gjithçka ja kanë varur zotit Berisha. Po, gjithçka ja kanë varur. Po 60% e elektoratit të djathtë thotë që nuk fitojmë. Ky është problemi. Po them që njerëzit që janë terren, që Land është një problem tjetër që besoj ju e keni hasur. Duke pasur parasysh dualitetin e strukturave që janë poshtë, grup, si quhen ata, grup seksione dhe të tjera, ata marrin informacion jo të qartë nga qendra. Dhe është për të çuditur në Tiranë situata plazmohet mirë, kurse në rrethe po thuajse duhet të jetë më mirë. Po njerëzit kryesor akoma besojnë që ata janë mirë. Dhe ky është një paradoks shumë i madh, sepse gënjehen vazhdimisht nga terreni. Po, dhe ky është një problem. Ndërsa në datën 12 unë besoj që do çelet. Po më fal, po në 12 tani nëse besojnë tani që fitojnë, në 12 nuk mund t'ja lënë fajin Berishës. Jo.
E keva në qofë se fluturon me prej flutur, ti fajin e këti, nuk ta ka fajin ai tjetri që ti i ke treguar prava. Deri tani, në qofë se do vazhdojnë të këshu, ata doja vinin fajin Parti Socialiste, ndërsa tani e keni parë për shembull ata dhe për patronazhistët nuk flasin dot. Po shiko, kam frikë se nuk flasin, jo se besojnë në fitore, kam idenë që ata nuk flasin se nuk duan të trëmbin elektoratin e vetë, se po i the 30 ditë, çfarë 30 ditë, as 20 ditë para zgjedhjeve, që shiko se do humbasim, se do na vjedhin votat, se është muhabeti mbyllur. Se do dal nga shtëpia unë votoj. Problemi më i madh i Partisë Demokratike në këtë moment është mobilizimi i njerëzve. Po pra, prandaj nuk flasin për këto. Prandaj pra nuk flasin. Po jo se një drejtues mund të besojë. Që t'i nxjerrin njerëzit, sepse ata besojnë kjo fashitje është dhe ke Partia Socialiste. Nuk parin ta kuptojnë fare këtë pjesën e qetësisë, ndërkohë që ka dhe disa media që më vjen keq që të them që kanë ndjekje shumë të mëdha dhe që ushqejnë këtë paradoks. Ato nuk e kanë për turp fare që mbas 2 javësh thonë që rezultati është. Që ke fjalën për syrin, syri atë pun ka, po. Nuk është vetëm ajo, janë dhe të tjera. Janë dhe të tjera. Shikoni, nëse mendojnë që se është një ide që media krijon klimën për të dhe ka qenë kjo krijohet gjithmonë klima dhe ti pastaj është, domethënë, vota është perceptim dhe nuk është. Dhe edhe në qoftë se humbet, domethënë në qoftë se ai që parashikohet që do jetë fituesi, ose më saktë ai që është në pushtet parashikohet që do jetë fitues, dhe vjen momenti që media krijon idenë që do jetë humbës, e ka të shumë të vështirë të fitojë, por në fakt është një shpjegim pak i komplikuar, por nuk mendoj që mediat kryesore, të cilat kanë një lloj serioziteti, japin idenë që do fitojë opozita. Sepse Landi, kur po flisja me një nga këta ekspertët e ndjekjes, tha, është i djathtaj. Në momentin kur erdhi, tha, këshilltari, që kishin pasur ata këshilltari jashtëm, dhe tha, më jepni pak pëlqyeshmëritë. Dhe rezultonte që ishte diku diferenca midis Nanos dhe Berishës te 7-8. Do me thënë, ishte 7-8 pikë më poshtë se sa Nanoja Berisha. Dhe i thotë, ndër shpjegimet që i kishte thënë, okej, ka shpresë. Po i kishte thënë, nëse do ishte më tepër se 10, atëhere është e pa shpresë fitoria. Ti nuk mund të arrisësh pëlqyeshmërinë e publikut. Por në momentin që diferenca është 20 me 50, ka 30 gropën brenda, ti e ke pamundur të fitosh kundër kundërshtarit. Ne po flasim, ata nuk e perceptojnë realitetin. Jo, okej, ka edhe mendje të ftohta aty, se këtu nga një idiot e kam dëgjuar. Që më tha që me 30 gap është një luftë e pa shpresë. E di cili është shqetësimi jonë, besoj dhe shqetësimi jo e personali është kjo që edhe me njerëz me integritet të së djalltës, është ndryshe kur flet zyrtarisht dhe është ndryshe kur flet jo në kamera. Po. Dhe që në momentin që ata nuk e shikojnë realitetin, që në momentin që, të them një element, që kur nuk bëjnë diçka për të djalltën, për treguar realisht frymën e të djalltës, kjo është gati, për mua, është tragjedi për ata. është tragjedi, sepse ata akoma nuk din kuptimin e djalltës. Dhe kur ti fut, për shembull, ti fut në ekipin tënd, fut kryetar në një parti që s'ka bërë asgjë për pronat dhe që ka kaos pronat. Ai është një tallje vërtet. Është tallje vërtet. Kur ti nuk ke asnjëri nga ata. Jo, 6 prej atyre janë qesharak që janë aty. Po, kur ke njerëz atje që s'kan lidhje fare me të përndjekurit, të rrethua ose me çamërinë. Ky është për mua është shqetësuese. Po, t'jemi diçka lanë, se më fal që nuk themi disa gjëra. Kjo pjesa e çamërisë për shkak të frymëzimit të tyre është gati e paqartë. Por Shqipëria nuk është se nuk i ka ndihmuar çamët mbas luftës së dytë botërore. Jo, ka bilej një narrativ negative, ndërkohë që hedhin poshtë një sakrificë të jashtëzakonshme të shtetit shqiptar dhe të shqiptarëve. Se shikoja, lexoj ca budallëqe kur thonë i çuan në zonat më të, dhe ku i çuan në Durrës dhe në Fier që janë mezja e Shqipërisë.
edhe t'ju them një element. Edhe në Kavaj. Shqipëria në ato vite ka qenë në krizë buke, ka qenë në krizë ekzistenciale. Lexova njërin që thoshte na jepnin shqiptarët 400 gram bukë, ndërkohë që edhe për shqiptarët po aq ishte 400 gram bukë ishte triska. Domethënë ka një narrativ për çarse nga ana e Çambe, në një kohë që as duhet ta përmendin fare këtë. Po jo nga gjithë Çamët, sepse Çamët janë. Tash i kam idenë që duhet të jenë diku të 200 veta, si nga me shtimi normal të popullsisë. Edhe ata janë për çar shumë. Jo, janë për çar, patjetër. Dhe gjë që është më shqetësuese për ata nuk përpiqen për çështjen e Çamës. Ata përpiqen thjesht që të përcjellin 2-3 njerëz në parlament. Jo, po kjo përcjellën, unë kam idenë që Idrizi e më tepër po e përdor në mënyrë të... Ju kuptoj, por në komunitetin Çam ke njerëz me integritet, ke njerëz shumë të ngritur dhe mbi gjitha është kauza e vetë që mund të shkoj përpara. Një pjesë e tyre, qoftë në Vlorë, qoftë në Fier, apo edhe në Durrës, më tepër e kanë si një mjet identifikimi që t'ju marrin vota, po jo se një ndër premtimet e tyre është se unë do promovoj edhe çështjen Çame. Ju kuptoj, unë nuk kam sugjeruar diçka një... Jo, do me thënë, më tepër ata përdorin njohjet që kanë me komunitetin, qenien të një identiteti, por jo për të promovuar politikisht. Do me thënë është jo, beno, ma jep mua se të 2 Çam, më mirë t'i jepja Çamit tënë, se t'ja t'javësh, që atë unë një shjakësi që nuk e njeh. Po Çam nuk është si komuniteti boshjak në Kosovë. Çam është pjesa jonë, integrale. Patjetër më dhe unë nuk arrit ta kuptoj këtë bile, Partia Çame. Ata madje në shumë momente janë integruar shumë më tepër se kosovarët tek ne. Po, ma besoni këtë, janë integruar më shumë. Po, se kosovarët në një farë mënyrë i dallon edhe mbiemri, që i kanë mbiemrat Krahinash, Krasniqi, etj. Po, ndërsa ka ardhur momenti që ata po të kishin një vetdije tjetër dhe komuniteti unë besoj që do zgjohet, ata mund të arrijnë me organizimet e tyre që të negociojnë direkt me shtetin grek, duke shmangur shtetin shqiptar. Kam idenë që dhe është e mundur në të drejtën Okej, kalojmë këtë është temë tjetër kjo. Në rregull. Jo, e kam llafin, mos kalojmë një pjesë kaq të ngushtë, sepse është bërë qesharake më tepër. Domthonë këta po ndihmojnë, Idrisi po ndihmon ta bëjnë fal qesharake këtë temë. Kur shkon e futën një koalicion për një vendi deputeti, shkon e futën koalicion me Dulën.